Nëse fëmijët tuaj bëjnë naze perimeve dhe nuk e pranojnë ato në asë një lloj forme, ju siguroj që receta e sotme është fiks për ata dhe nuk do të lën as edhe një thërime në pjatë nga aq shumë sa do t'u pëlqej. E jende përgatisim së bashku. Në një jashmak të pastër, grim patatet, kungullin, karrotat. Më pas jashmakun e mbledhim, e shtrydhim fort derisa të gjitha perimet të humbasin ujin e vet. Në një enë tjetër hedhim vezët, qumshtin, vajin e ullirit, kripën, piperin, i përziejmë mirë të gjitha, hedhim miellin e grurit, miellin e misit dhe përzijmë derisa të dy miellat të shkrinë mi dhe të mos lënë kokriza. Shtojmë djathin e bardhë të prerë në kubik, në fund fare të gjitha perimet dhe i përzijmë derisa i gjithë qulli përgatitur të njomi të gjitha perimet e grira. Në një tavë, ku më parë kam vendosur një letër fure, kam hedhur pak vaj ulliri dhe kam hedhur të gjithë harxhin e përgatitur. Djath picet grirë përsipër dhe në furn në 230 gradë për gati 40 minuta. Dhe siç e shikoni ka dalë mrekullia vet. Nuk ka lumturi më të madhe për ne mamat kur shohin fëmijët që hanë me kënaqësi më të madhe. Nëse përgatisni, ju bëf të mirë.